Në festë mbyllën garën e Kupës së Kosovës. Me trofeun në Casafort, Trepça tani rikthehet ndeshjeve në Prince Cafe Super League. Lideri i tabelës në gjiron e 22 takohet me Istogun. Minatorët cilësohen favorit të mëdhenj ndaj skuadrës së fundit në tabelë, e cila e ka vetëm një fitore në gjithë kampionatin. Ndeshja Trepça-Istogu zhvillohet të dielën me fillim në ora 17. Në po të njëjtën ditë në Prizren, Proton Cable e pret Sigal Prishtinën. Krye qytetasit synojnë fitoren e tretë ndaj Prizrenasve, që në anën tjetër ka një triumf ndaj Bardekaltërve. Të shtunën në program janë dy ndeshje tejet interesante. Bashkimi si vendas përballet me Golden Eagle Yllin. Të dyja ekipët kanë treguar formë të mirë në ndeshjet e kupës dhe tani synim kanë plasmanin sa më të mirë në fazën e play-offit. E derbi i javës zhvillohet në Gjakov, aty ku vllaznimi e pret Pejen. Përballjet mes këtyre dy skuadrave gjithnjë kanë sjell betejë të madhe për fitore dhe kështu pritet të ndodhë edhe kësaj radhe. Dueli vllaznimi Peja fillon në ora 17 dhe transmetohet direkt në Klan Kosova. 3 përballje tjera të Xhiros së 22 mund t'i ndiqni direkt në kanalet sport të Art Motion.